Në qytetin e Gjirokastrës për 75 vjetorin e shkrimtarit Ismail Kadare është bërë një protestë intelektuale ndaj vonesave në ndërtimin e shtëpisë së tij. Shoqata Miqtë e Kadares është bërë iniciatore për organizimin e një ceremonie me rastin e 75 vjetorit të lindjes së shkrimtarit. Nën siglën Ismail Kadare urim në një shtëpi hua, miq, dashamirës dhe mjaft qytetarë gjirokastrit janë mbledhur në një nga shtëpitë karakteristike të qytetit, në lagjen Palorto. Vonesa e pajustifikuar në ndërtimin e shtëpisë së shkrimtarit dhe për më tepër mos përdorimi i fondeve të ndryra prej 2 vjetësh, për ne është e papranueshme. Qëllimi i kësaj veprimtarie është sensibilizimi i strukturave shtetërore për të përfunduar ndërtimin e shtëpisë së shkrimtarit të madh, nisur për të ndërtuar rreth 12 vjet më parë. Banesa e tij është në restaurim, një restaurim tepër i zgjatur, ashtu siç është i zgjatur edhe tranzicioni tonë. Banesa e Kadares është një banesë me vlera të veçanta arkitektonike, ndërtimi i saj ka filluar para 7 vjetësh dhe akoma nuk ka përfunduar. E djegur 13 vjet më parë, shtëpia e Kadares mbetet në qendër të vëmendjes së vizitorëve vendas dhe të huaj, të cilët vizitojnë Gjirokastrën. Restaurimi i saj nisi rreth 7 vjet më parë, por ende sot kur Kadare feston 75 vjetorin nuk ka përfunduar. Shkak për këtë është bërë një çështje pronësie, e cila ka ngrirë qysh prej 2 vjetësh fondin e akorduar në këtë restaurim. Ky fond përfshin shumën prej $1.2 milion, e akorduar nga qeveria shqiptare dhe administruar nga UNESCO. Shtëpia e Ismail Kadares ndodhet në lagjen Palorto të Gjirokastrës, në pjesën e sipërme të qytetit. Në nëntor të vitit 1999, si pasojë një zjarri aksidental, banesa u shkrumbua nga flakët. Rreth një vit më parë, Ismail Kadare vizitoi pas 8 viteve qytetin e tij të lindjes, i shoqëruar nga bashortja Elena Kadare. Ai pa nga afër projektin me 40 faqe të prezantuar nga inxhinieri Agron Doraci, projekt i cili ende në masën më të madhe vijon të mbetet në letër.